Elvis Pupa reagon përsëri pas akuzave në Australi. Nuk i kam borxhe askujt asgjë. Elvis Pupa, aktori i njohur shqiptar, i cili është akuzuar javën e kaluar nga autoritetet australiane për kultivim të bimëve të ndaluara, ka reaguar sërish në rrjetet sociale me anë të një videoje. Pupa tha se nuk i interesojnë mendimet e të tjerëve dhe nuk i ka borxhe askujt. Të gjithë synojnë të jenë perfekt. Unë kam lindur në fund të viteve 70 dhe të jetoje fëmijërinë tënde në vitet 80, o bobo. Gjithmonë na thonin, mos fol, ha çfarë të kemi vendosur ne përpara. Por atëherë Lale s'kishe shanse të gaboheshe, mos të guxoje të gaboheshe, sepse atëherë nuk ishe njeri, ishe turpi i familjes, turpi i fisit, turpi i shoqërisë, turpi i shkollës dhe turpi i lagjes. Si rrjedhoi, prindërit thonin, ky nuk është kalamani im. Nuk e kam edukuar kështu unë këtë. Prindërit tanë ishin perfekcionist. Ata po. Dhe jo të lloj që thjesht ta mbajnë shtëpinë pastër. Se ajo dije që kur vinin komshinjt, vinte prova e dy gishtave. Që nuk kishte laborator që ja kalonte testimit të tyre se kur ishte hera e fundit që i kishe marrë pluhurat në shtëpi. Perfeksionizimi ishte i tipit që një fjalë ta thoje gabim. Prindërit nuk të flisni me gojë një javë. Madje nuk të shihni me sy. Kaloni në afër teje. Gjithmonë thoja, si ka mundësi që nuk më shkelin. Kalojnë kaq perfekt anash si kur unë nuk ekzistoj. E kështu ti rritesh me idenë që duhet të rritesh perfekt. Duhet të ecësh siç duhet dhe të sillesh siç duhet. Në fund nuk përfundon njeri, por një robot me ankth. Perfeksionizmi nuk është virtyt. Është një helm emocional, po me emër trendi. Nuk është ambicie vëlla. Nuk është sukses, por është një zë brenda kokës që të thot gjithmonë. Ti nuk je duke bërë akoma mjaftueshëm, pavarësisht se ti ke dhënë gjithçka, edhe shpirtin. Ironia është që prindërit tanë nuk na urrenin, e kundërta. Ata donin që ne të ishim perfekt që bota të na vlerësonte. Mos të na shkelte me këmbë. Po bota prap të shkel me këmbë dhe e bën me buzëqeshje, të shkel me klas. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.